Faleminderit shumë. Unë ty po ta bëj një pyetje, s'po të pyes se çfarë eksperiencë mora nga seminari, por që sa kohë merresh ti me vetë zhvillimeve. Çka të ka shtyp ty me hinë këtë rrugë? Në fakt, unë me këtë zhvillim merrem gati që 10 vite, por me ndërprerje. Okej. Kam pas disa sfida jetësore që janë dorëzuar, po kishte qenë e kundërta. Unë isha dash me punu, ama unë jam dorëzuar. Para 2 viteve kam pas një sfidë jetësore me shëndetin, që vërtet ka qenë shumë vështirë. Dhe bëra çmos. A është e tepruar nëse të pyes çka Po, ka qenë depresion jam këti. Do me thonë ato I përjetova gjatë punës, pata një, ta quaj aksident apo incident, pata një ngërpasje në punë. Dhe rash në depresion dhe anë fail pata që sa s'mund që asë gjumë të bëj të rahatshëm.